Jo në gjatë jeta. Në këtë sekond që po flasim mbi tërëzën e presidentit Amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë, nuk ka thjesht analiza politike. Ndodhen disa skenar konkret goditje ushtarake, plane luftet hartuara nga Pentagoni për të gjunjëzuar Iranin. Avionët janë të gjithë në gatishmëri. Forcat speciale janë dislokuar. Pyetja që sot po dridh Washingtonin nuk është nëse SBA kanë më fuqinë ta bëjnë, por një pyetje tjetër, shumë më e rëndësishme, të cilën ne do ta analizojmë në këtë moment. Vjen gjithçka pas rikthimit të Donald Trumpit nga takimi me liderin kinez Xi Jinping. Pse nuk ka filluar ende sulm? Çfarë është duke e mbajtur dorën e superfuqisë botërore që të mos godas në Iran, atje ku tha se do ta mbylli luftën për pak ditë dhe tashmë kanë kaluar 2 muaj dhe lufta nuk është ndaluar. Teherani refuzon të tërhiqet, diplomacia ka dështuar komplet, por pas perdeve po luhet një lojë shahu që i kalon kufit e lindjes mesme. Kur Trump u pyet se çfarë do të bëjë nëse Kina mësyn Tajvanin, përgjigjja e tij ishte një fjali që ka tronditur të gjitha kancelarit e botës. Trump tha thjesht do ta shohim. Të pyesësh presidentin e Amerikës për Tajvanin, për zemrën e konfliktit me Kinën, për fabrikën e mikroçipave të semikonduktorëve të botës, për Tajvanin, e për zemrën e hepërsisë strategjike të Amerikës dhe të thotë për Tajvanin të shohim, këtu ka një pyetje të madhe. Dhe sigurisht të gjithë ata që e ndjekin me imësi situatën kanë të drejtë të pyesin. A e ka shitur Amerika Tajvanin në këmbim që kinezët të shesin Iranin? A është duke u përdorur Irani si një kartë negocimi në një pazar shumë më të madh që luhet pas perdeve mes Washingtonit dhe Pekinit? Nëse kjo bombë strategjike shpërthen, ajo do të bllokoj arterien kryesore të naftës në botë, duke gjunjëzuar ekonominë e Europës dhe duke ndryshuar tërësisht rendin global një herë e përgjithmonë, ashtu siç ju kemi analizuar në momentet e shkuara. Unë sonte nuk do t'ju mbaj shumë, vetëm disa minuta, sepse do të flasim nesër gjatë live-it për detajet e rëndësishme, por nuk mund të lija pa e kaluar sonte dhe pa e prekur. A jemi në prag të një shpërthimi tjetër në Iran, apo janë të gjitha filma? Janë filma për llogari të një loje tjetër. Apo po shohim thjesht një bllofim të madh që mund të jetë bllofimi më i madh i historisë. Qëndroni me mua në këto minuta se do të zbërthejmë bashkarisht një maks geopolitik hap pas hapi, pa emocione, por me të vërtetat e ftohta që na bëjnë të kuptojmë atë që nuk kuptohet kollaj. Ushtria amerikane, sipas raportimeve të mediave të mëdha ndërkombëtare, po përgatit skenar konkret në këtë moment goditje ndaj Iranit. Dhe këtu nuk po flasim për analiza zakonshme politike. Po flasim për plane ushtarake që sipas The New York Times janë paraqitur vetë Donald Trumpit dhe e ka tani në tryezën e sigurisë kombëtare. Nuk janë më hipoteza, janë opsione reale të përgatitura nga struktura ushtarake amerikane. Pyetja që po trondit Washingtonin dhe botën sot është jashtëzakonisht e rëndë. Pse Amerika nuk e ka goditur ende Iranin dhe çfarë roli po luan Kina pas perdes në këtë ekuacion të madh global që është duke u zhvilluar jashtë vëmendjes së syrit të lirë. Ta shohim pak hap pas hapi situatën, sepse kthimi i Trumpit pa përgjigje të mëdha nga Kina nuk i ka përgjigje të lehta. Kjo është një vizitë e cila me heshtjen e saj akute dhe me mos dakordsinë për asnjë pikë e shndërron lojën dhe situatën në një nga situatat më komplekse në planet. Dhe këtu
të shohim pak raportimet. Raportimet që vinë nga gjitha anët. Sipas këtyre raportimeve, këshilltarët e sigurisë kombëtare të presidentit Donald Trump kanë paraqitur disa skenar ushtarak për Iranin. Ai tashmë i ka marrë në studim. Skenari i parë është një fushat intensive ajrore që mund të nisë. Goditjet koordinuara mbi infrastrukturën strategjike të Iranit, ashtu siç kishin premtuar prej fillimit të luftës. Skenari i dytë përfshin operacione speciale në terren, objektiva të saktë, të kufizuar, por me ndikim të madh të jashtëzakonshëm strategjik. Dhe skenari i tretë, që është shumë i rëndësishëm, është një blokadë detare afatgjatë, një presion ekonomik dhe ushtarak që ka për synim izolimin e Iranit tërësor nga tregjet ndërkombëtare, për ta mbytur ekonomikisht. Dhe skenari më ekstrem që mbetet gjithmonë në tavolinën e Trumpit është ndërhyrja tek instalimet bërthamore iraniane. Dhe kjo është më fatale. Pra nuk bëhet fjalë më për një opsion të vetëm, por për një paketë të plot opsionesh ushtarake që çuditërisht dolën në skenë menjëherë pas kthimit të Trumpit nga Kina. Në të njëjtën kohë, amerikanët kanë rritur ndjeshëm praninë ushtarake në lindjen e mesme. Forcat speciale janë dislokuar në pika strategjike, njësia ajrore janë në gatishmëri të lartë dhe trupat të tjerë që janë vendosur në rajon prej muajsh të tërë bëjnë tashmë diferencën. Mesazhi është i qartë, kapaciteti për një konflikt ekziston plotësisht, por ende nuk ka një vendim politik të marrë për të shtypur butonin e kuq dhe të nisjes së luftës masive. Këtu vjen një tjetër pyetje e madhe. Pse ende nuk ka sulm? Pse një fuqi si SBA me gjithë këtë përgatitje, me gjithë këtë bllofim, me gjithë këtë kërcënim, me gjithë këtë bujë të madhe, pse ende nuk ka ndërhyrje ushtarake në këtë moment? Këtu situata nis dhe bëhet pak më komplekse. Në analizat që qarkullojnë Washington, thuhet se Donald Trump po vepron me kujdes ekstrem. Dhe këtë jo për shkak të mungesës fuqisë, por për shkak se Donald Trump nuk i ka bërë të gjitha llogaritë strategjike. Disa media amerikane sugjerojnë se kishte pritur një zhvillim diplomatik me Iranin, një sinjal apo një tërheqje apo një kompromis, por as ky zhvillim, as ky kompromis nuk ndodhi. Irani nuk u tërhoq. Dhe me sa duket, nuk ka për të tërhequr. Nuk pranon kushte të reja dhe nuk ka asnjë sinjal deri në këtë moment në tërheqjen e presidentit Donald Trump se Irani mundet të pranojë diçka të re apo mund të tërhiqet. Kjo e ka futur situatën në një ngërç të qartë strategjik që askush nuk është në gjendje të bëjë një lexim të qartë se cili do të jetë vendimi i Trumpit në orët apo në ditët e ardhshme. Nga njëra anë, Donald Trump rrit presionin ushtarak, nga ana tjetër, diplomacia nuk po jep asnjë rezultat. Dhe në këtë ekuacion po hyn edhe një faktor tjetër shumë i madh. Faktori kinez, që deri dje nuk ishte drejt për së drejti në skenë. Dimensioni Kinë-SBA në politikën globale miq, asgjë nuk ndodh tërësisht e izoluar. Amerikanët, po thonë strategët atje, gjatë kontaktet të fundit, kontakteve mes Trumpit dhe liderëve kinez, nuk ka patur asnjë marrëveshje të madhe publik. Asnjë dokument i nënshkruar, asnjë marrëveshje e shpallur dhe asnjë progres i dukshëm diplomatik mes Kinës dhe SBA-s. Shkuam, hëngrëm, pim, trokitëm gotat dhe i hipëm aeroplanit u kthym mbrapsht. Pika më e rëndësishme Tajvani. Pika më e rëndësishme Amerikës në Kinë është Tajvani. Kur Donald Trump u pyet për pozicionin amerikan në rast të një konflikti mes Kinës dhe Tajvanit, Trump nuk dha përgjigje të qartë dhe të prerë. Tha vetëm një fjali të vetme të vogël të shkurtër. Do të shohim. Ta shoh.
Në politikën ndërkombëtare, fjalia "do ta shohim" është shumë më e rëndë se sa që mund ta mendojë një mendje e lehtë, sepse nuk është një po dhe nuk është asnjë jo. Është një hapësirë tërësisht e hapur për interpretime të shumëllojshme. Disa strategë shohin këtë si përpjekje për të shmangur përplasjen direkte me Kinën, të Amerikës pra. Të tjerë e shohin si një sinjal fleksibiliteti diplomatik, dhe disa të tjerë e shohin si pasiguri strategjike të Amerikës dhe të Donald Trump. Por një gjë është e sigurt, paqartësia në çështje të tilla nuk qetëson askënd. Përkundrazi, e rrit tensionin global dhe e bën atë akoma më mbytës, sepse çdo fjali e presidentit amerikan interpretohet si mesazh politik që ndikon tek bursat dhe tek tregjet globale. Dhe këtu kthehemi sërish tek Tajvani, i cili sot është një nga pikat më të ndjeshme të sistemit gjeopolitik ndërkombëtar. Sipas raporteve të inteligjencës amerikane, Kina mund të arrijë kapacitet të plot ushtarak për një konflikt serioz rreth vitit 2027. Kjo nuk do të thotë as pak se lufta është e sigurt, por do të thotë se aftësia e Kinës për konflikt masiv ekziston. Dhe në politikën globale, aftësia shpesh është po aq e rëndësishme se sa vetë qëllimi. Par nga ky kontekst, çdo sinjal amerikan ndaj Kinës ka peshë shumë të madhe, ka peshë të jashtëzakonshme, dhe kjo duhet kuptuar. Nëse Amerika i jep garanci të forta, tensioni rritet. Nëse SBA mbetet e paqartë, aleatët fillojnë të dyshojnë. Dhe këtu lind një pyetje shumë e rëndësishme dhe shumë e madhe strategjike. A është Irani duke u përdorur si një kartë negocimi në një lojë shumë më të madhe globale që përfshin edhe Kinën brenda, apo jo? Çfarë po ndodh? Irani po shndërrohet në teatrin qendror të lindjes mesme, sepse në lindjen e mesme situata është tashmë në një nivel shumë të lartë. Tensioni, shumë nga raportimet të ndryshme flasin për dislokim të forcave amerikane në rajon, për koordinimin e ngushtë ushtarak të Amerikës me Izraelin dhe për përgatitje të opsioneve të sulmeve ajrore të kufizuara për shumë precizë. Por realiteti strategjik është shumë më i ndërlikuar, miq, sepse një konflikt i ri me Iranin apo një rihapje e konfliktit me Iranin në këtë moment nuk do të ishte një operacion ushtarak i izoluar. Ai do të prekte menjëherë pjesët e botës që lidhen me ngushticën e Hormuzit, gjitha interesat e botës që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Pra do të ndikonte në tregjet energjetike botërore, do të godiste ekonomitë e Europës dhe pas një diskutim do të krijonte një efekt zinxhir në gjithë sistemin financiar global. Dhe pikërisht për këtë arsye, vendet e gjirit janë në alert, janë në alarm të plot, sepse situata është rrezikshme. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite po zhvillojnë alternativa të reja për eksportin e naftës, sepse Hormuzi nuk dilet më, dhe kjo nuk është thjesht strategji ekonomike. Kjo është përgatitje për skenarin më të keq që duket se po vjen. Një skenar ku ngushtica e Hormuzit mund bllokohet sërish dhe mund të hidhet në flak, ose të bëhet zonë e një konflikti afatgjatë. Dhe kjo do ketë pasoja globale. Sepse nëse një konflikt i tillë shpërthen efektet, nuk do të kufizohen vetëm në rajon të dashur. Çmimet e naftës do të rriten menjëherë. Tregjet globale do të lëkunden menjëherë dhe zinxhirët e furnizimit shumë shpejt do të preken në mënyrë direkte nga ky zhvillim i ri. Europa do të jetë një nga zonat më të ekspozuar për shkak të varësisë energjetike dhe të lidhjeve tregtare të forta që ka me zonën. Nga ana tjetër, Kina do të ndikohej drejt për së drejti për shkak të importit të madh
të energjisë nga qielli. Dhe Amerika do të përballet me një vendim jashtëzakonisht të vështirë dhe strategjik. Deri ku duhet shkojë angazhimi i saj ushtarak, sepse Kina po e pret në vrimën e Chelsit. Sot, miq të dashur, kemi paralele, situata që ecin paralelisht me njëra tjetrën. Spari SBA po kërkon opsione të ndryshme ushtarake ndaj Iranit, dhe së dyti Kina po mbetet një faktor kyç në ekuilibrin global të fuqisë. Dhe së treti, që është shumë e rëndësishme, vendet e Gjirit Persik që po përgatitet për skenar të krizës energjetike janë duke u bërë gati për skenarët më të rrezikshëm dhe më të vështirë. Por pavarësisht gjithë këtyre zhvillimeve, një gjë mbetet shumë e qartë si drita e diellit. Asnjë vendim final deri në këtë moment nuk është marrë. Opsionet janë të gjitha në tryezë. Dhe kjo është pjesa më e rrezikshme e të gjithë situatës. Sepse në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, luftrat nuk fillojnë gjithmonë me urdhër të qartë. Kush e ka parë historinë e luftrave botërore, nuk ka gjithmonë një moment me urdhër të qartë që fillon. Shpesh fillojnë me keq interpretim të situatave, me presion të akumuluar ose me lëvizje të gabuara diplomatike dhe shpërthem. Pyetja që mbetet në këtë moment është shumë e rëndësishme dhe ka nevojë për përgjigje. A jemi në prag të një shpërthimi të ri në lindjen e mesme, apo bllofim maksimalist? Apo jemi thjesht duke parë një lojë të madhe presioni dhe bllofi global që nuk e ka mbritur pikën e saj të vlimit? Këtë do ta shohim shumë shpejt, sepse orët në vijim do të na i tregojnë të gjitha, por këtu kam një thirrje të zakonshme për shqiptarët. Bota diskuton fatet e saj, fatet e energjisë dhe ekuilibrat e superfuqive. Ne këtu në cep të Ballkanit jemi dënuar të shohim një shfaqje tjetër, një shfaqje që luhet çdo ditë në teatrin e Tiranës, ndërsa bota përgatitet për skenarët më të vështirë të mbijetesës. Fatkeqësisht, politika e Tiranës vazhdon maskaradën e radhës, debate boshe, skandale të ricikluara, korrupsion, mashtrim i paketuar si sukses dhe një luftë e egër provinciale për karrige, për pushtet dhe për tendera. Por ky është kurthi i vërtet për shqiptarët. Na i mbajnë sytë mbyllur mediatikisht me dasmat e tyre politike që ne të mos shohim se bota po ndryshon me një shpejtësi të frikshme. Një krizë globale nuk do të pyes më se kush është në qeveri apo në opozit në Tiranë. Një krizë globale do të godas xhepat tonë, bukën tonë, të ardhmen e fëmijëve tanë. Është koha, vëllezër dhe motra shqiptar, të zgjohemi nga kjo hipnozë kolektive. Nuk mund të jemi spektator naiv të një cirku lokal, ku jashtë janë duke u luajtur lojrat më të rëndësishme të shekullit. Nëse bota po përgatitet për skenarin më të keq, Shqipëria nuk mund të mbetet peng i skenarit më qesharak. Mos e konsumoni propagandën e gatshme që u serviret çdo darkë për të vrarë mendimin kritik. Shikoni përtej fasadës, përtej klaneve të Tiranës, sepse historia, miq, nuk do të pres askënd, as Shqipërinë. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët në këtë udhtim të vështirë sonte, por të domosdoshëm. Uroj që të keni natë të qetë, të këndshme, të paqët, të zhytur në mendime dhe refleksione, jo në frikë. Dhe të kuptoni se ku po shkon bota dhe ku po shkojmë ne bashkë me botën. Të shumt janë njerëzit që më shkruajnë ke komentet krishtik, por çfarë mund të bëjmë ne? Ju keni shumë mundësi të bëni. Ju duhet kuptoni fillimisht, më pas të na bashkoheni, më pas të koordinojmë strategjitë dhe më pas të lëvizim. Në mos e mbrojtshim dot gjithë botën, të mbrojmë Shqipërinë, dhe në mos e mbrojtshim dot Shqipërinë, të mbrojmë vetet tona nga ky ciklon që vetëm sa ka nisur dhe ka turbulluar dhe ka hedhur në erë të gjithë ekuilibrat global.
Ata që merren me biznes, unë i njoh, dhe më flasin dhe më shkruajnë, disa prej tyre edhe këshillohen. Janë në terror, janë në presion psikologjik të frikshëm. Ata që merren me biznes të mesëm dhe të madh, nuk marrin dot vendime, janë të paqartë, nuk dinë çfarë po vjen. Gjithçka është e turpult. Bizneset falimentojnë, askush nuk e di se si. Algoritmet në për Facebook, në për YouTube, në për TikTok, në për rrjete sociale, janë kthyer në një varrezë masive. Ata që kishin miliona shikime nuk kanë më as çerekun e asaj që kishin më përpara. Instagrami vetëm për para pak ditësh u hoqi ndjekësve dhe atyre llogarive të Instagramit me miliona ndjekës, gjoja sikur po rikuperohet. Njëjtën gjë po bën Facebooku, njëjtën gjë bën YouTube-i, njëjtën gjë po bëjnë të gjitha rrjetet sociale. Diçka e madhe po vjen. Një riformatim i madh, ku fitojnë vetëm gjahtarët e luftrave dhe ata që e kuptojnë lojën përpara të tjerëve. Unë ju bëj ftesë të bashkëpunojmë, të rrisim sipërfaqen e shqiptarëve që kuptojnë këto intriga, këto lojra, dhe më pas të marrim vendimet e duhura, të cilat nuk mund të merren pa qartësi strategjike. Dhe ky kanal modest, kjo dritare modeste, shërben pikërisht për këtë, për thellësinë strategjike, për qartësinë strategjike dhe më pas për vendimin strategjik të gjithëve bashk përballë kësaj klase politike ordinere, e cila po shkon drejt fundit të saj. Sepse unë ju a kam dhënë premtimin, ne do t'i bëjmë të pavlefshëm, të parëndësishëm dhe të pavlerë për lojën e madhe globale në të gjitha qendrat e lojës. Por që këtë të arrijmë, kemi nevojë për ju, për mbështetjen tuaj, për bashkëpunimin dhe organizimin ton dhe për bashkëpunimin ton që këto mesazhe të shkojnë tek pjesa tjetër e shqiptarëve. Të gjithë ata që duan të na bashkohen në këtë rrugtim, kanë një link të komenti i parë i pinuar poshtë, aty mund të na bashkohen. Kaq për sonte, zhvillimet e tjera do të jenë të mëdha dhe unë do t'ju shpjegoj hap pas hapi, minutë pas minute, gjithmonë në momentin e duhur. Natën e mirë për sonte, paçi fundjavë të këndshme dhe të qetë, do të rishihemi nesër live në 21:30 parë të gjitha detajet në mënyrë të hollësishme dhe të detajuar, bashkë me atë çfarë mund të bëjmë bashkarisht. Natë e mirë.